kampioni pa diskutueshëm, siç I themi, edhe Oleksandr Jusikut, një kushtesht e kime dhe bukserin të të ftuar këtu në studio është Luan Rahmani. Luan, mirë se erdhe në emisionin Pas Dita Sportive. Luan, kampioni Kosovës, e arrite ta mbash këtë pozit për vitën e 4 të rresht. Po. Si ndjen qysh është? Ndjenja mirë, si kampion e 4 të herë në Kosovë. A po të vështirë, Bili? Jo shumë, pak. Cili ke kundërshtari më I vështirë gjatë kësaj Po e kom pas veç një ndeshje në finale. Veç një ndeshje, okej, një ndeshje në finale, sepse ndeshjet tjera e ki fituar. Kom fitu me ndërprerje në dytë. Kurimit e ke pjesa ndërprerjes, dhe më thonë ki fitu të gjitha me knockout. Po, ashtu. Vjen nga një qytet I kampionëve, vjen nga qyteti I Kosovës edhe ki trajnerin, në fakt vllahun e trajnerit, Mehmet Bukujevcin e ki Shevke Bukujevcin trajner. Si ndjen kur të rrish me ta dhe kur të folsh me ta për pjesën e boksit qysh është? Me kampion kur të fal. Trajnerin e kaluja shumë mirë. Me ato përgatitëm për çdo meç. Cilat janë ato këshillat e përgjithshme që t'i japin? Më ushtru shumë. Domethënë me pas punë sa më të madhe që më arrit me mbajt e curinë e mirë. Edhe deri më tash ja ke mbajt gjitha fjalët që I ke dhënë deri tash. Krejt. Na për trajnerin përgatitëm 2 herë në ditë, ushtrojmë. Bashkë sabah mëngjes edhe masdite boks. Mëngjes kena vrap. Masdite atë në sallë. Luan, marr parasysh që është pjesa e një rutine e Luanit gjatë një dite. Ushtrime, veç ushtrime, s'u shto me të tërsan smirë. Okej. Veç me ushtrime. Veç me ushtrime, dhe më thonë, në co ora zgjohesh për afërsisht dhe e kit njëjtën, dhe më thonë, rutinë çdo ditë. Po, në 7 mëngjes. 7 mëngjes zgjohesh, fillon me përgatitje. Po. Pra, një kampion I Kosovës do të më zgjohet çast herët që do më mbajt privati. Po, do të më gati për me dal me vrapu. Çka më shej ke diçka e bukur gjatë vitit 2023, po. Po. Një të më thonë, sa më gazej një video, para se me në studio, e kishit bokserin për ringut. Qish ndodhi? Po dish me thonë, kena ka me ushtrime na përgatit edhe rënd pare kom fitu. Rënd pare ke fitu, I kajt ke bokserit cili të qytet? I Ferizajt. Do më thonë bokseri Ferizajt, e dojt nga ringu I gjithi. Edhe, apo në kalëzën, paka shumë sa është e vështirë me mbajt titullin e kampionit për 4 vjetë rresht. Po vështirë nuk është shumë, se kur të përgatitesh, tani e ki të letë. Kalojna mirë edhe... Do më thonë, gjithë shka vjen bas punës që e bënd përditshme për më arrit me mbrojt edhe titullin. Luan, po du me nalë pak nga pjesa e fillimeve tua të karrierës si bokser. Qysh ke nis boksin, nga kush I inspiru, a ke pas dikon familjar të afërt që kanë qenë me boks? Migjes. Okej, apo na tregon pak a shumë si ka shku deri tek nisja jote në boks? Po ja kom nis veç për me kalu ditën, apo dhe? Okej, si habi. Edhe ja kom nis me pak, se unë ka një trash, tani me killat, tani mas një kuhe, trajneri më tha po do me boksu. Edhe ja kom nis. Do më dhane ke pranu përgjigjen me njëherë. Po. Edhe qysh ke ndjenja parë kur ki nis meqin e parë? Sepse ndryshe gjithçka që bën stërvitje, ndryshe është kur të hyn në ring. Janë do emocione që s'oni po shkruan. Fillimi u koni mirë, meqin e parë kom fitu me ndërprerje në dytë. Do më thonë të erdhi farë vrudhe edhe për mese tjera. Po, normal. Se t'ja fillesh me fitore, ta I mos dëmonal. Nuk e ki ndërmend më halë. Cili është objektivi paka shumë I Luanit? Ma rrit mas nalt. Dhe më thonë, I ki për objektiv majet e larta se përket sportit e boksit. Realisht deri tash sa I kënaqur me pjesën tonë, ose me punën tonë që ka rrit deri tash në boks. Shumë mirë. Jo më kënaqur me veten se po ma rrit mirë. Luan, përveç pjesës tonë që merr pjesë në kampionatet në Kosovës, respektivisht në garën ndërkombëtare që është Po, përfaqësoj Kosovën. Mirë, kalojna me përgatitje, po
Në so afërsisht gara ke marrë pjesë edhe që kanë shku garat? Po mirë, kom marrë 4 herë kom përfaqësu Kosovën. Okej. Kom pas 2 humbje. Me një pej Kazakistan dhe një pej Bullgar. Cila ka qenë për atyre humbjeve që ke qenë deri në finale ke shku? Në Bosnjë. Në Bosnjë. Je përballë me bokserin bullgar apo? Po. Çka bani diferencën në atë meç? Po në finalu lëndova, e vrova synin. Okej. Ai që ato duf me ndërprej. Sa i rengati Luani pjesës e sportit, në fakt jo pjesës e sportit, por pjesës që do të më kujdes shumë në sportin e boksit, sepse lëndimet mund t'jenë kogja të rënda. Po, tash. Kalusën këtu. Kalu. Nuk e ki as pak pjesës dert. Viti 2026, përveç që i bo kampion Kosovës, çka pritet nga Luani? Po, të me pru medalje pe Evropionit, botërorit. Okej, kur do të bëhet kampionati evropian? Nuk e dina hale. Domethënë nuk keni një orar. Ja. Përveç saj ka diçka tjetër që do të pritemi nga Luani? Është turniri Lahnimoni, Kosovë. Ato kam e marrë pjesë. Kjo është viti i fundit me sa e di që do të marrësh pjesë në pjesën që është bokson me kapuç apo? Po. Vitin tjetër kam e dalë senior. Vitin tjetër do dalësh senior dhe me pas nga viti tjetër po do të bëhen gati bokserët e tjerë që arrit shënimin tonë. Përveç me ngrit Kosovën e piedestal, pjesa tjetër është me çu mesazhin tënd në përbar botën edhe me arrit me fituar një normë olimpike për me siguru lojrat olimpike apo. Po. Që është do mi bëjë Luan gjitha këto? Me punë. Bashkë me trenerin, me punu shumë. Përveç saj, do mi këthy edhe njerë pjesës rutinës tënde. Unë me ushqim si dhe realisht i kontrollon ushqimet çka do që han, apo je një person ndryshe i njëjtë si gjithë persona tjerë që ushqesh? Tash i njëjtë, po tash do të më kena me hek killat, me ro pak me killat me ron pesh, okej. Edhe realisht ka du të me bë, cilat janë masa strikte që kemi vendos? Po ushqimin, me kontrollu ushqimin edhe me punu shumë. Edhe pjesën e gjungmit, që është diçka që është i domosdoshëm për secilin sportist. Gjungmit do të me pas të rregullt. Se s'te ki gjungmit, ai trupi s'përshan. Ke arrit me shiko meqin e mbrëmshëm? Mes Tyson Fiorit dhe Mahmudovit, me cilën për tyre ke qe? Fyre. Vetë që ka fitua. Jo, po për cilë ishte. Okej, cili është bokseri që të inspiron mas shumë ti? Tyson Fury. Jo, Mike Tyson. Mike Tyson. Unë këshyri shumë edhe këshyri. Po stilin e mirë. Do më thonë e ki kështu çka nga lëvizja ati ose çka nga ai si personalitet brenda ringut pëlqen? Se stu të hesh. Okej, guximi. Edhe pjesa tjetër e goditit ka pas tepër të rëndaj. Krejt e ko goti fitore me knockout. Në rast se me sa e posh Tyson Fury e kërkoj match Anthony Joshua tash e 5-6 vjet nuk kanë arrit më përballë, pavarësisht që ka pasur zëra e fjalë raportime të shumta që kanë më përballë një ditë. Në rast se këta bokserat siç është para parë fillimisht gjatë këtij viti kanë më përballë me cilin je edhe cili mendon që ka më fitu? Joshua fiton që syresh. Për çka e kish bë diferencën nga ajo kur hyn në një ring boks? Joshua do këtë është ma sportese, ka trupin. Okej, ma fizikisht qëndron shumë ma mirë se shumë. Tyson Fury, pjesa tjetër teknike apo është edhe ajo pjesa taktike që ta shpjego taktikën e vet. Ajo po ma shumë ndoka që ka me fitu Joshua. Për Luanin, cilë bokser janë ma të përshtatë shumë për ty? Janë bokser të gjatë, janë bokser të njëjtës zvi, janë bokser që kanë durt ma gjata, apo durt ma shkurta se... Njëjtës zvi. Njëjtës zvi, okej.
Kur bokson me një bokser I cili është me durët ma gjata, çka duhet me pas kujdes ndaj tij? Është ma problem se s'mund është më afru se të më në distancë. Okej, a I përball ndonjëherë me ndonjë bokser të tillë? Edhe Do të me punu shumë që më ju afru mrena. Se me nejtë largë, më në distancë e fiton meq. Luan, edhe një pyetje të fundit që mos më të marr kohë ti më shumë. Mesazh yt për secilin djalë apo edhe vajzë që po që më merr me sportin e boksit. Do të me punu shumë. Me arrit mojen. Luan, faleminderit shumë që gjete kohën me kohën pjesë pas ditës sportive, unë të uroj ty më të mirat. Kështu që herën tjetër jo vetë që si kampion I Kosovës, po të pafshim si kampion bote. Faleminderit.